A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Istighfari dhe duaja si mbrojtje dhe shërim. Kurani ka bazuar istighfarin, kërkimin e faljes me praninë e Muhamedit alayhis salam në mesin e bashkëkohanikëve të tij, lidhur me largimin e këqijave, fatkeqësive dhe dënimeve. Allahu ata nuk i dënonte sepse ishte ti në mesin e tyre dhe ata Allahu nuk i dënon derisa luten për falje. Surja Enfal, ajeti 33. Prania e Muhamedit alayhis salam ka mjaftuar që mirësia dhe bereqeti ta përfshijë umetin e tij, kurse istighfari është lutje personale për mbrojtje prej dënimit dhe nuk mund të ndikojë te dikush tjetër. Çdo njeri është në hijen e istighfarit të vet. Pohimi pjesës së parë të ajetit lart përmendur është realizuar. Allahu xhaleshanuhu nuk e ka dënuar umetin e Muhamedit alayhis salam duke qenë ai i dërguar i Zotit në mesin e tyre. Edhe pjesa e dytë e ajetit padyshim duhet të realizohet. Njeriu të cilin vazhdimisht bën istighfar astaghfirullah wa atubu ilej, Allahu e mbron prej dënimit. Është vërtetuar se istighfari është një nga metodat më të suksesshme për shërim nga smundjet psiqike. Psikologjia ka konstatuar se njeriu kur gabon në vetvete ndjen një disharmoni shpirtërore, e cila mund ta çojë deri në delirium. Istighfari është mbrojtje më e mirë nga kjo. Allahu premton njerëzve pranimin e lutjeve të mira të lutësve, e nuk ka kush që realizon premtimin e vet më mirë se sa i lartë madhëruari. Nuk duhet harru se lutja paraqet ibadet. Ai që nuk i lutet Allahut refuzon ibadetin, adhurimin. Ata të cilët janë me ndjenjë ndaj lutjes drejtuar Allahut do të hyjnë në xhehenem të nënçmuar. Nëse studiojmë me thellësi namazin, i cili është farz dhe kryhet 5 herë brenda 24 orëve, do të përfundojmë se vetë namazi është lutje. Surja Fatiha, e cila përsëritet në çdo rekat, ka formën e lutjes. Ajeti 5 i kësaj surje është Ihdinas siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Është një lutje e nevojshme dhe dobishme për njeriu që përfshin çështjet e jetës dhe të fesë. As puna e kësaj jete e as asaj të amshueshmes nuk mund të jetë në rregull nëse nuk je i drejtuar në siratal mustaqim, në rrugën e drejtë. Besimtari mund t'i drejtohet Allahut edhe me lutje të tjera, si për shembull: O Zot, më fal mua, prindërit e mi dhe gjithë besimtarët në ditën e gjykimit. O Zot, ty të lutem që të më mbrosh mua dhe familjen time nga hidhrimi dhe dënimi yt, dhe na mbro prej sherrit të njerëzve. Njeriu po ashtu mund të lutet edhe pas namazit, me kusht që duaja të jetë me vend dhe e mirë. Shumë ajete të Kuranit janë në formë të duas. Lutësi duhet të jetë i vendosur dhe i bindur se lutja e tij do të pranohet. Pasi që Allahu thot në Kuran: Të pyesin ty për robërit e mi për mua, dhe kur të pyesin ty robërit e mi për mua, unë jam vërtet afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet. Prandaj le të kërkojnë përgjigje prej meje dhe të më besojnë mua për të qenë në rrugë të drejtë. Allahu është pranuesi i lutjeve. Padyshim nëse ne i lutemi atij, ai na i pranon lutjet dhe duat tona. Dhe çdo të mirë që e keni nga Allahu subhanahu wa ta'ala ma yushrikun.